Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Jemi edhe me një të diel dhe është koha e mirë dhe duhet të jetë e mirë për shkak se shumë shpejt do të futemi në verë. E në verë zakonisht njerëzit kanë dëshirë të rrinë me miqtë e vet, kanë dëshirë të kalojnë mirë, të hajnë mirë, të ushqehen mirë. Unë sot për ju dhe për vete posaçërisht kam ftuar një mik fantastik timin, një mik shumë të mirë, një mik që di të gatuaj në mënyrë profesionale, në mënyrë fantastike, një mik që fatkeqësisht e kemi larg, nuk shifemi shpesh, shifemi ndoshta 2 ose 3 herë në vit, por jo më shumë. Mirë po sa herë që shifemi, hajmë, pi mirë dhe ndajmë shumë kujtime dhe shumë ndodhi se çfarë na ka ndodhur ato muaj që nuk jemi parë. Miq të nderuar, për ju, veçanërisht, shef Faruk Neziri. Faruk, mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta, nderuara, mike. Këtë radhë ti erdhe në shtëpinë time, unë para 2 vitesh isha në shtëpinë time. Si je? Mirë, jemi mirë. Ajo që na vjen shumë mirë që ju gjetëm mirë, por kur the parës me prezentimin tënë se shifemi 3 herë në vit, ajo është e vërteta, por është si cilën herë që shifemi si kur jemi pa dje. Po, e vazhdojmë muhabetin aty ku e kemi lënë herën e fundit. Faruk, para se të fillojmë unë dhe ti bashkë bisedimin, do të doja që për miqtë tanë ta ndjekim një dokumentar për shef Faruk Nezirin, të cilin e ka përgatitur Ben Apollon. Faruk Neziri lindi më 1974 në Bihaq të Bosnia dhe Hercegovinës, në një familje me trashëgimi të përzier kulturore, nën bosnjake dhe baba shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Vitet e para i kaloi mes pejsazheve të Bosnjës dhe më pas u rrit në Maqedoninë e Veriut, ku formsoi ndjeshmërinë e tij ndaj kulturës, shijes dhe artit të jetës. Në adoleshencë ai vendosi rrënjët e tij në Itali, vend që do ta kthente në një ikonë të kuzhinës. Frymëzimi i parë ishte familja e tij, që kishte ndërtuar një biznes të suksesshëm ëmbëlsirash në ish Jugosllavi. Diplomimi i tij në gastronomi dhe praktikat në disa nga vendet më të njohura të Evropës i hapën dyert drejt përsosmërisë. Në Rom, Faruku stërvitet pranë Francesco Antonio Astorino, shef i dhomës së deputetëve. Kjo përvojë e bën Faruku një mjeshtër të vërtet të kuzhinës së lartë. Në kërkim të inovacionit, ai zhvendoset në Mantova, kryeqytet i rilindjes italiane, dhe i përkushtohet kuzhinës duke kombinuar traditën me shpikjen. Në vitin 2012, ai shpërblet me çmimin Meze peshku më i mirë me lajthi në Itali. Vetëm një vit më vonë shpallet talenti italian në botë. Në vitin 2016, ai hap La Perla në Graz, në Austri, që shumë shpejt u rëndit ndër 100 restorantet më të mira italiane në botë. Për kontributin në kulturën gastronomike u nderua nga vetë presidenti i Italisë, Giorgio Napolitano, me shtetësinë italiane. Në vitin 2019 kthehet simbolikisht te rrënjët, nderohet nga kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, zoti Talal Xhaferi, për kontributin e tij si ambasador i kuzhinës italiane në Evropë. Po atë vit në Castelluccio ai hap Il Gelsonero, një përzierje elegante mes traditës së Mantovës dhe kuzhinës fuzion të Farukut. Shef Faruku është autor i librit Arti i kuzhinës dhe një artist i pasionuar. Pikturat e tij zbukurojnë mjedisin ku shërben, duke e bërë përvojën kulinarike edhe vizuele. Në vitin 2015 bashkëthemelon lëvizjen Shije Shqiptare për promovim global të kuzhinës tradicionale shqiptare. Në janar të 2023-s ai emërohet kryetar juris në garën kombëtare për kuzhinier profesionist në Kosovë. Lista e çmimeve me të cilat është nderuar është e gjatë, ndërto janë Capello nga Guida dell'Espresso, Best Diaspora Investment, Facina Radiosa nga Il Golossario, TripAdvisor, Traveler's Choice, ambasador i kuzhinës italiane nga Eurotoques, ambasador Calvisius për haviarin italian të cilësisë së lartë, emër i përzgjedhur në librin Ambasadorët e vërtet e tjerë.
Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një figurë frymëzuese për brezat e rinj, një model që dëshmon se rrënjët dhe pasioni mund të udhëheqin drejt suksesit global, shef Faruk Nezirin të gjithë e kanë në majë të gjuhës. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Faruk, Beni e ka pregadit dokumentarin për ty, mirë po a i flet në vetën e tretë. Do të thotë, shef Faruk Neziri lindi këtu, shef Faruk Neziri punoi, jetoi këtu, andej e këndej, por në vetën e parë, kush është shef Faruk Neziri? Faruk Neziri është një fëmijë që lind nga di prindër, nana nga Bosnja, bosnjake, babai nga fshati Qegran i Gostivarit, lind në Bihaq të Bosnës 1974, edhe pas një kohe, dhe me thonë moshën 7-8 vjeçare, drejtohet me u thu për në Macedoni. Dhe me thonë, i bashkangjitet edhe pjesës tjetër familjare, e kështu që me siguri nuk ka qenë lehtë për shkak se une nuk kam ditë të flas gjuhën shqipe, fare, edhe dhe me thonë ki mundi edhe gjithë ki evolucioni me u fut në atë sistemin e atërshme që nuk ishte lehtë absolutisht si nga shkolla, po edhe tek lagja, po edhe në shtëpi, di kultura komplet të ndryshme, por ngrohtësia familjare, tip të një shtirje, një guxim që ti përballësh edhe ata. Sa vjeç ishe, tha? Unë kam arrit në Qegran në gjysmëvjetorin e dytë të shkollës fillore, klasë 2. Klasa 2, do të thotë dikun 8 vjeç. 8 vjeç, parafarsisht. Po. Kështu që ishte vështirë edhe shkollimi, sepse gjua shqipe në vete nuk është një gjuhë e lehtë. Alfabeti gjuhës shqipe është boll i rëndë, i komplikuar. Edhe kështu që kisha një mësues që nderoj dhe respektoj sot e kësaj dite, mësuesin Gafuri, i cili gjithmonë e orës të klasës e përdorte gjuhën serbo-kroate në mënyrë që une të bëj këto hapat e para, ta mësoj abetaren edhe gjuhën tonë të mrekullueshme që e kimi. E kështu që gadale ja dola në qosh. Por nuk e kam fol kaq pastër, kaq bukur. Mas ndaj interesimi ma i madh për gjuhën e bëri që sot e flas kështu si e flas. Mirë, pse u bartët? Pse u bart babai prej Bihaqit në... Po, u kthy në Qegran? Këta nuk e kam fol asnjëherë, sepse këta janë pjesë pak ma të rezervume të familjes, thjesht për ndarjen e prindërve të mi, edhe kështu që vendosja e tyre ishte, dhe me thënë, siç doli. Pastaj që ndodhi që une për një kohë shkurt mbeta aty në Qegran, edhe pastaj besoj klasën e 4, 5, 6 jemi transferu afër Beogradit, ku baba im kishte pasqerin, lokalet e ty, si që kishte edhe në Bosne. Ati dhe me thonë vazhdova ta përforcoj edhe më tepër shkrimin qiril. Gjua nuk ishte problem, sepse e kisha gjuhën nane. Edhe pastaj me probleme X të ndryshme që ka patur baba im, familja im atëherë atje, u rikthim në Qegran edhe vazhdova klasën 7-8. Klasë 7-8 dhe me thoj ishim në një shkollë tjetër, e mas ndej u regjistrova në shkollën e mesme në Gostivar. Në Gostivar, 2 vitet e pare i kam bë komplet gjuhën macedone, se nuk kishte regjistrim gjuhën shqipe. Edhe pastaj një stage me një restorant në Pag të Kroacisë, edhe vitin e 2 gjithashtu në moshën i qka draga rreth Mesopatis dhe Rijekës, edhe u riktheva në Qegran, e ati pastaj fillun problemet e Jugosllavisë edhe drejtimi në Rom. Rom kishte dalë veç, dhe me thonë, baba im, agje më priti, udhëtimi për në Rom ka qenë dramatik. Nuk mund të haroj kuri, asnjëherë, me thonë, gjithë shtetet i kemi bë, Romanije, Bulgarije,
Ungerije, Austrije, zot, ngneja ne deri Thanë keni dalë si refugjat, po sepse ishte problemi i Serbisë, dhe me thonë, ne kemi bën një udhtim dramatik. Cili vit ka qenë ky? Flasim për vitin 92, kështu që jemi shtresu, unë kur kam arri në Rom, unë kam qenë gjithë si vdekur. Sa vjeç ke qenë? Po, endesi kisha bush 18 vite. Kështu që kur arrita në Rom, mendova se është gjithë e bukur si që shofim ne në për televizion, wow, haronja. Haronja, pse se ishte një luft tjetër që duheshte ta përballojmë, pa tjetër. Ishte lufta e përdiqme, se duheshte me u mundu ku me flet, ku me hëngër, ku me jetu. Kështu që kam flet, mos them rrugëve, po ka ndodhur edhe flet rrugëve. Këtë pjesë biografisë time nuk e kam thonë kur asnjëherë, po jam duke shkruar librin tim të dytin, tani ku do të koncentrohet shumë nga këto detajet e përkrahën Mondadori, është pjesë e grupit Mediaset Berlusconit, kështu që kur del do të jetë bukur, edhe ta lexojnë edhe italian pak më me detaje se si arrihet suksesi edhe disa herë me vështira shumë të rënda. E maj mend kur kanë ardhur me marrë, dhe me thonë, dhëndri i babait tim në Rom për me na sjell në periferinë e Romës, unë jam shoku, kemi flet me një rollot 18 vet burra. Wow. Nuk e di, a mund ta imagjinoni. Edhe si cili bënte punë të rëndë, dhe me thonë, tër ditën me asfaltime, tër ditën me punë, dhe me thonë, fizike. Në mramje nuk kishte ujë me u lajt, duheshte me shku tek qeshmat publike, me trumu ujë, me sjell, me ngrof, të lahesh, po ku, jashtë. Së mrenda s'kishte turp, s'kishte asgjë. Zjerën e bukës, ushqimit, pregadire jashtë. Që si në mal. E çka bajshit kur binte shi? Rulloti ishte, dhe me thonë, ajo shtëpia e si cilin nga neve, jo, me të vërtet kështu ka qenë, dramatike, ata filme që filmin Dom za veshanje, nuk e di e keni parë, ma keq e kemi patur ne. Dramatike. E pastaj që ndodhi, unë u punësova tek një firmë ku punon të baba imi, po unë asesi nuk mund, se unë jam i lidhur me gastronominë. Edhe për aq shumë pak lek, mu gjetë mundësia, fillojmë punë në restorani edhe unë u shkputa nga jo botë edhe ja futa botës time. Mirë, sa vjeç ke qenë kur fillove në botën tënde, në botën e Jo, unë nuk e kam bë nuk e përjetova atë botën atë të vështirë për shumë kohë. Dhe me thonë, unë mini herë baba im më ndihmoi, dhe me thonë, edhe se po mipshin, më sillshin pa rrok të punoj, bile shumë herë i kam bë kundërshtrime miqt babait tim që djalin e vendosën punë për kaq pak lek, ajo për neve shqiptarët se dilnim në gurbet, ashtu i thushin, të me fitu pare, jo me shku këtu mbi shkona, okej? Mirë po ai ati u shtregu prindi vërtet edhe zotëri, i cili tha, okej, ma pak ose hiç ne mos fitone, por fëmiu është e rëndësishme që t'jetë i lumtur. Edhe ati takoja unë një zonjë në Osja Lido, besoj ke po, në Osja Lido, restoranti i parë, edhe isha kështu si ndihmës, si lajna pjata, qero e patate, çka kishte me bën kuzhinë. Fati deshti, mas 6 muajve, shefi i kuzhinës aktual, ende sot e kësaj dite, i zirës deputetëve e bleti atë restorant, edhe kur u shpërngullën gjithë ato punëtorët, ai u dashuru në atë shpejtësinë time, se unë jam shumë i shpejt. Në përgjithësi, kam reflekse, ai u mahnit, dhe me thëmë, me këtë punën time, si organizoja punën time, edhe tha, e marrë e blej restoranin, tha, me 2 veta që do të mbeten mrenda, ki djaloshi, tha, e rekrije shefi i sallës. Edhe ai i kishte lënë për shtypje. E kështu që ne vazhdu me një eksperiencë, ai ishte shef. Ato që ishin para, ishin kështu. Kuzhinier, ti thush, ai ishte shef, me disiplinë, edhe une e thita, e marra mini herë shumë shpejt disiplinën e ati. Për atë arsye, kur ke ardhur edhe në Itali,
Në për lokalet e mia e ke pa disiplina që deli jashtë. E unë e kapa shumë shpejt ata, me ta jo fjalpise, jo shajtme, jo këto, do të ketë një disiplinë hierarkike brenda në kuzhinë, po edhe në sallë. Se për ndryshe mbetet gjithçka standard. E kështu që 94 fillova me të deri 96. 96 më u dhani mundësi në Eskilo 1, ku bëja përgatitje për gjithë sportistët e nacionales të Italisë. Nga futballi, nga tenisi, nga këto, do me thonë përgatitja e ushqimit ishte vetëm e dedikuar për ta. Edhe në atë kohë... A ka dallim ushqimi për ta? Shumë. Duhet proteinat? Shumë, se ata kanë një lloj discipline ushqimi, duhet me gramatur me gjitha, duhet ti përcjellja ata, nuk isha kontakt me botën e jashtme, edhe pastaj 96 njoftova vllaun e Hanifes ku punonte Ministero Grazie e Gjustizia. Ta sqarojmë, Hanifja është bashkëshortja. Po, nusja ime. Kështu që edhe atë e futa në organin ton, e flenim bashkë në vilën e Lucio Battistit. Lucio Battisti është një ndër këngëtarëve më të njohshëm në Itali, po dhe në botë, për 2 vite. E brenda kohës, konfidenca me vllajën e nusës time, e bëri që unë të udhëtoj për Maqedoni me ta. Kur shkova në Maqedoni, lidhi kjo fejesa me nusën time. Që nga momenti që e pashtë është kjo, thash do të bëhet gruaja ime, pik. A pytet Hanifja ajo me u kri puna. Edhe kështu që e maj mend si sot, shkuam tek një restoran i famshëm në Gostivare, ndaj sot kësaj dite kur shkoj i vizitoj, tek Briani, e maj mend ishte vllau i nuses, ishte babai Rametliu, që ishte një burr shumë i mirë, sikur gjithë familja e saj. U ulëm ati për një bisedë kështu, edhe ai kishte marrë lajm, se kunati im tha, po meti tha, motra im pa buk, tha, unë tha të ta marrë për sipër, tha, po Faruku tha e meriton, tha se po mirë be birë, tha, ki s'ka shtëpi, tha, s'ka asgjë, ki veç me këpuca në ka ardhur në Maqedoni. Edhe unë tha, shikove, lash deri në fund flase, thash për një vit Faruk Neziri të ketë shtëpi, vetur, këpuca, edhe këta, edhe të takim vajzën tuaj për grue. Që kështu? A e voni me qeshje me këta. Unë një vit nuk erdha në Maqedoni, kur jemi kthi me babën edhe me familje në Maqedoni, jemi fut në shtëpinë e re. Vilën e parë që e konstruktuam atëherë, edhe me 21 dhjetor ishte një ftohtë, aq ftohtë që edhe flokët të ngrënshin në Maqedoni, ne jemi martu. Edhe ata ishin momentet e para ku formon zhvillosh familje. U riktheva në Itali, Hanifja me të shtatzan, edhe kur u riktheva, erdha për zditi, lindi Fikreti, djali i parë që sot i ka 26 vite. Edhe kur u riktheva dhe një herë në Rom, e bashkangjita familjen. 99-in Ostia Lido hapet lokali i parë i Faruk Nezirit. Me thonë, imagjinonja për këto 7 vite sa ke evolu. Sa shpejt evolucioni ka hec. 99 çka ndodhen, lind ki lokali, hecin përpara, por bëhet transferimi 1000 lira euro. Edhe më vjen një mik mrenda në lokale, më thotë mu, sa kushton kjo baraka? Barake që unë të lokale, nuk duhet them. E thash, e bëna gishtin kështu. Edhe tha, 100? Thash, po, thash. A nuk mund tha pak ma pak? Unë nuk folja, veç gishtin. Erdi pas një javë, tha, a i ke ndru ide? Thash, jo, gjithmonë. Tha, 100.000. Thash, 100.000, babo. Nga 100 milion që i këshim blet, 100.000 e shita, 2 fisht. Edhe nga ati edhe një evolucion tjetër, pastaj u futëm në botën e eksportimit teshave, tekstilit, për kampionatura, për në Evropë, veç punës timit. Puna ime ishte standard, u shpërngula në Fiumicino, si shef kuzhine, mas që u shit lokali, brenda kohës fillova me
bë biznise me këta aragostat Po. që përdoren kuzhinë të gjalla. Vazhdimisht punën time ka majt, ndimi e dishin, vazhdoj të maj punën time edhe futem në organin e ditë të parlamentit italian, me thonë Villa Madama. Ditën punoj atje, natën këtu. 2003 lindën Zicia. Një yll, vajzën e ka një yll, e ka dorë djathtë të majtë e çdo gjë. Jam shumë i lumtur për familjen time dhe dy fëmijë i kemi me të vërtet top. Falenderoj Zotin për çdo fëmijë që më ka dhënë, po besoj që mbi gjitha fëmijët se janë investimi më i madh që posedojmë ne. Gjithë këta që i kam kaluar, që i kam konstruktuar nga zero, këto janë zero. Mbi gjitha fëmijët, do të thënë shnosh, janë me principa shnosha, ma flasin gjuhën shqipe top, Zicia fol 6 gjuhë. Jemi me të vërtet mirë, dhe kështu që 2004-ën, baba im ishte në pjesën e Verriut, ishte lodh pak me zbret poshtë në Romë çdo herë me nanën, do me thonë, me vetur, edhe tha, pse nuk veni, tha kënej. Edhe u bashkangjitëm, lash Romën, u drejtuam atje, u futëm në një restorant, ai restoranti kishte nevojë për mu, për një person, një shef, okej. Tamam shef. 2 vite ata di partnerët dahen, une edhe ki tjetri qelim një restorant tjetër, une nuk bëhem ortak ekonomisht, po bëhem ortak në biznes, dhe me thëmë planin edhe evolucionin e ati restorantit. 2006 filloj ta maj drejtimin e një kuzhine e quajtur Faruk Neziri, filozofi and concept, që mos bëj pjatat edhe kuj tjetër, mos e marr pjesën e kuzhinës italiane, po e marr vetëm eksperiencën ku formoj kuzhinën time. 2012, si që dini vetë, u çmua, dhe me thonë, pjata jeme 24 prill, e ma menë si sot, dhe me thonë, ushqimi më i mirë me lethijat edhe peshk në Itali, 2013 çmimi. I shpall si shefi më i mirë në Itali, me pjatën e peshkut. Po, 2013 shpallin edhe njerë si talent i përsosur për sosmëri në bot italian. Pse? Se çka bën atëherë italian, se ata nuk janë si... Kemi ne këtu disa mungesa, ata shumë larg shofin, ç'a bën në shtetësinë deri, nga qiteza ku isha, edhe nga ish presidenti i Republikës, kështu që une kur dilna nga Italia, dilna me flamurin e Italisë. A i kuptoni ku është loja. E kështu që libri i parë u botu në gjuhën italiane në atë kohë, edhe nuk isha i kënaqur, une merdi gjithë shumë uri ati dërgon të hecish me disa shpejtësi që nuk ta merr mendja, ti nuk shikon kohë, ti don edhe pretendon. Njëkohësisht edhe u hap familja, filloi të vjen edhe pasuria ekonomike, këtu rregullon Maqedoni punën shumë mirë, edhe pastaj 2015-ën e çon telefonin për parim babalia Rametliu. Një mik fantastik i joni. U emocionova, sinqerisht, kur ja përmenda emrin. Tha, kështu tha, jam një koleg, tha, edhe kisha dëshirë, tha, të njoftoj, të ju përcjeli, tha, ju gjithë fjalët e bukura, edhe tha, kisha, tha, dëshirë që ku të vjeni një herë, tha, në Prishtinë, tha, t'jeni misafiri jem këtë, ata. Tha, shokej, unë s'kisha herë në Kosovë as njerë njëtën time, që sinqerisht se disha edhe se si është. Po jam i sinqert. Nuk e disha se si është e Kosova. Edhe për herë të parë kam marrë në 2015-ën, në Emerald Hotel, e ma e menë si kur sot, jemi njoftu edhe nga ati lindën shia shqiptare. Në mes 3 shefave, unë nga Italia, për parim babalia, edhe Sokol Prenga nga Shqipëria, kështu që bueshte ki unioni i forcave në kuzhinë për me esportu recetat tradicionale në qels modern.
Ka qenë një nismë fantastike. Fantastike. Për parimit edhe e jotja shumë e mirë. Shumë e bukur, e paqë dhe dilnim gjithmonë në faqe bartë në çdo pjesë të Evropës. Ne kemi bë punë shumë të madhe, edhe brenda atyre organizimeve del edhe një e re. Unë e vendosi ta lej Italien, drejtimi Austri në Graz. Në qendër të Grazit. Investojmë shumë pare me një ortakun tim nga Macedonia. Se vendose me Elan Italin? Çka të shtyri? Unë jam një artist. Artisti nuk ka kufi. Nuk ka kufi. A çdo gjë është shef nëpërmjet artit. Edhe unë kam nevojë për ndryshime. Unë nuk mund me bë një ushqim, çdo herë që të ta bëhet njëtin ushqim, ka diçka që më shtin, edhin, herën tjetër ati bëja kështu. A kupton? Arrim në Graz, po si arrim në Graz? Ne e fshim Italin komplet. Gjitha e kemi shit. Me një kamion 2 bili që ashtu, dhe me thonë, ne jemi drejtu, me gjithë bicikleta, shkojmë për në Graz edhe mu, edhe konta numrat, na gjithë i kemi fshenë. Mirë, gjuha? Gjuha, së është e rëndësishme. Një artist, fol gjuhën e vetë. Si kuraj që është i behur. Që të organizohen? Po si organizohen? Nuk e dim, do të organizohen. Pjeqen që ma bëni nusja ime. Besoj që edhe për ata nuk është letë, po si ka reagu. është mësu me mua, tërë jetën është me kuferet në dorë. Edhe tani kur i rikëthi në Itali, me të vërtet pa shaka, ta them, e maj me të shkallët, e mbylla derën, më shikoj, tha, në dialekt, tha, mos më kubitesh më, tha, këtu i marim edhe një herë ta kuferat ta në dorë, bon ma, tha, se këtu tha në kartë kjo. Gjithë ma, tha, me kuferat në dorë, mlenë. Jo, tash jeni ratu shumë bukur në Mantova. Gjeri, pjesa e jetës tonë në Austri në është nevojit shumë. Më ka bë të reflektoj edhe të vlerësoj Italin se sa është e lirë me të dhënë mundësi të jesh i suksesshëm. Une ndihem në shtëpinë time. Kot, une gjuhën italiane flas ma mirë se gjuhën shqipe, se sa serbo-kroate. Une jetoj shumë vite atje edhe gjithë shka rrotullon rreth meje. Në Austri arritëm shumë sukses, për ndryshe edhe dim vetë, sot e kësa dita e lokale është me i e Michelin. U përzjodhën një ndër 100 më të mirive në botë, investim jashtëzakonishëm kemi bë. Por për arsye të ndryshme, edhe nga ajo që ishte lutja e fëmijëve e mi, duke thënë rikthehemi edhe një herë në Itali. Edhe u rikthi. Po edhe nuk kanë pas faj se austriakët janë pak më të ftofët. Italianët janë më të ngrohtë. Janë si ne. Po. Janë si ne. Prandaj e ke gjetë veten ti në Itali. Je në dimensionin tënd. Kështu që u rikthim edhe keni qenë vetë, e keni keni bë xhirime tek une në atë pjesë të Italisë ku jemi momentalisht në Castelluccio. 7 minuta është nga qendra e Mantovës. Mantova është një qytet bombonier në vete. Mantova ka qenë edhe kryeqendër e gastronomisë italiane. Absolutisht, enogastronomia është shumë e fortë edhe në aspektin kulturor janë shumë të fuqishëm. Dhe me thonë, 7 kilometra në gjendemi në qendër të Castelluccios, aty na kam pranuar shumë mirë, nuk e kam pas problem të rikthehem në Itali, nuk e kam pas problem të punoj, si nga dita që e kem hapur, unë e kam qenë plot çdo ditë. Çdo ditë. Atë objekte kemi dalë në 4 pjesë, janë 4 shërbime të ndryshme, 4 lokale komplet të ndryshme. Il Gelsonero, Manizi, mbetet institucion vete, momentalisht ka 16 pikë për 20, është mes të parës edhe dytës i e Michelin. E kemi pizzerin Castelluccio me kuzhinë italiane, tipi
kuzhinë italiane, hotelin si që dim vetë, edhe bar Dolce Vita që e pat elegancën e vete, edhe kemi bërë shumë ndryshinime, mbas që keni një ti ju këtu. Po, na ke pastan që do të ndryshosh. Kështu që investim pa asnjë ortak nuk doja ma afër meje asnjë. As financa, as ortak financiar, asnjë. As në kuzhinë, pos familja. Pos familja, sot jemi në kuzhinë, besoj 9 veta, fix, 18 bashkëpunues, se nuk janë punëtorë të mi, se ata janë gjithë që kanë hecë dhe më kanë përcjellë në Austri, jemi bë një familje madhe, nga ti jo i knaqet e bletëm edhe futbolin, klubin e futbolit, kategorisë ditë Newcastle Lucio, dhe me thë u gjandu puna, fillon të rotullon rreth meje 60-70 bashkëpunues, jo i knaqur, brendat shumë të fuqishëm, si kur është Segafredo, Zuccherissima, Lady Leaf, aktualisht jam edhe ambasadori i Calvisius, është brend më i madh në Evropë, me thë i cili beson në imazhin tim, e jo rastësisht e kam sjell sonte ku do të gatuajmë bashkë një recetë shumë të famshme të një shefit shumë të madh italian në përbot, që momentalisht nuk është më gjallë, është një pjatë e lehtë, po e shumë e komplikuar njëkohësisht. Sonte do ta bëjmë bashkë, edhe kështu që do ta provojmë bashkë. Miq të nderuar, këtu e përmirësoj. Do ta provojmë bashkë, po do ta bëj AY. Unë mund vetëm atë kaviarin e Calvisius, se për ndryshe mund vetëm me shiku mjeshtrin, do ta shikoni edhe ju, mjeshtrin që do ta ketë shef Faruk Neziri në kuzhinën time. Inshallah i gjen krejt lukte ato çka duhet, por tenxheret i ka marrë me vete. Çka po të thojnë në kufi kur po t'i shohin tenxheret? Shumë interesant, sepse unë udhtoj, din edhe nusja ime, unë nuk du në vetur qesem, thash kartona, kjo ajo. Unë i drejtoj garderobën time, du t'jenë gjithë pacjet. Kravatat, mrenda në vetur, edhe vetëm një valigje. Stop, unë nuk du asgjë në vetur. Por, të gjeret nuk mund të mungojnë. Edhe për Berlin, kur më kanë dalë policia, më dali, a i pak, vetura perfekte. Tha, a ka mundësi ta shop mos mër bagazhin? E hapa bagazhin, kur hapa. Të gjeret. Tha, këto tha që, me këta thash flas një gjuta që ju nuk e njifni. Po të kishën miq të nderuar, tenxheret ka një kaq, po tenxheret kaq të mëdhaja, edhe i ka pru edhe në Prishtinë, ka pas pru edhe në Berlin, i ko pa në Berlin, do të thotin nga do që shkon shef Faruk Neziri tenxheret me vete për shkak se kur nuk e din ai qëllon që duhet të përgatis, dhe kur përgatit do me përgatit me tenxheret e veta, me lugët e veta, me thikat e veta, ashtu si e kanë shefat tamam. Edhe ky flet me tenxheret e veta. Atë thojnë ka njerë tenxheret, hajde na pastro. Atja le dhe kuj tjetër. Është shumë bukur. Miq të nderuar, kjo ishte në pikat shkurta, praktikisht të themi kështu, jeta dhe në pikat shkurta puna e shef Faruk Nezirit. Ne do të kalojmë shumë shpejt tek 5 pyetjet në kajmak dhe mirë, po pasi që ta ndjekim recetën e Olës dhe pasi që shef Faruk Neziri ta dërgoj një SMS pazarar të miqtë e vetë. Jo, su ne bëj. Përshëndetje shikus të nderuar, kesh ka e bëj një kafe të Vilvetës se midis prita me ardhe dhe me pikët kafe, për arsye se edhe në shtëpi kur po jemi, edhe pse duhet me ardhe me punu ku do që të punojmë, na po duhet mi krya të obligimet të shtëpis. Prandaj thash të pijun e një kafe të Vilvetës një herë, e tëna e tja nisi me bismillah punë tjera.
Shishkues të ndëruar, kafen e piva e mirë shumë, por tash sot do t'ju bëj një recept e cila më ra në sy dhe më kujtua kur ishim në gjyshet milionere në Shqipëri, e kom pa duke përgatit ato shoqet e mia harapashën, dhe më kujtu me me au tregu edhe juve këtë recept. Për ndryshe harapashë është në Shqipëri i thonë harapash, por në gjitha treva tona kjo faktikisht është receta ma e vjetër, ushqimi ma e vjetër autokton shqiptar, të cilët e bojnë të gjitha trevat. Por, në çdo trev e ka ndryshu. Ose i kanë qitë djathë, ose i kanë qitë mish, ose në varet qysh për pozitës geografike, që kanë pas ma shumë atë që kanë pas. Prandaj, quhet ndrysh, bëhet ndrysh, po harapashi i Shqipërisë është ky dhe unë sot do t'ja gatuj dhe mbane mend sepse është ushqimi ma i vjetër shqiptar. Harapashi përgatitet me miell misri, për një 2 deri në 3 persona, 7 lugë miell misri, pak kashkavallt, pak djathë, gjatë dhe kurgjë tjetër. Atëherë, përgatitjen e filloni në këtë mënyrë. E merrni gjarpën edhe veni në tigan. E shkryni mirë, i shtoni vaj. Tuja shtoni tani 7 lugë miell plot. Dhe këto e përzini kështu dhe e fërgoni pak deri sa të skuqet. Më thonë, në formë të një qërvishit vetëm me miell misri. Që veç ka fillu me u skuq ka pak, pendalim pak temperaturën. Dhe tani ka fitu një ngjyrë ashtu kremoze, pak ma të mbët dhe mendoj që është mjaft të skuqën. Andaj ja shtojmë kashkavallin. Ja shtojmë djathin. E përzim këto bashkë. Tani kur të gjitha këto janë fërgu mirë kështu, atëherë i shtojmë 200 ml ujë të bluar. Me ujën kamelat që na mundson me edhe me gatu me ujën dhe të shëndetshëm dhe të filtruar dhe të mirë. Pashtu me pajisjen e si vegetës, e keni një gjygym jashtëzakonisht të mirë, i cili fillimisht këtu e keni kur të filloni me përdor është me temperaturë me sa dëshironi me vlu ujën. Edhe po ashtu është një zbukurim për kuzhinën e juaj, prandaj unë e vlova ujën për me mujt me përgatit harapashën sot me këtë pajisje. Dhe tash ja shtoni 200 ml ujë, e ulni temperaturën minimum dhe e leni kështu të vlon dikun për një 5 minuta. Dhe tani, kjo është e gatshme me një aromë jashtëzakonisht të mirë. Dhe ja shikues të nderuar, kjo është harapashi, do të thotë receta më e vjetër e kuzhinës shqiptare në të gjitha trevat tona. Këto e në fund, mund t'ja shtoni edhe pak gjizë ose djathë grimcum për mi, dhe është një shujt shumë e shishme, e mirë dhe e çkashme me rëndësi, është mjaft e shëndetshme. Shikues të nderuar, deri në emisionin e ardhshëm me këtë recept të vjetër shqiptare, ju përshëndes duke ju uruar gjatë të mira. Faruk, loja jonë me SMS-in pazarar është që ti të mos e shohësh SMS-in dhe t'ja dërgosh Jo. Kështu që Gjeris unë e bëj këta. e bën se është pjesë e lojës edhe është pjesë e emisionit edhe s'kemi çare. Ti s'kishe diçka tjetër me shpiku, po... Po nuk e kom shpiku, ne ka shpik Beni. Kështu që SMS-i të erdh, ti tash zgjidhe kuj do t'ja dërgosh, shqyqër zotit ke mjaft miq në për Kosovë, edhe dërgoje ta shohim se si do të përgjigjen
miqtë e tu. Derisa Faruku ta dërgoj tek 5 miqtë e vet, ne miqtë e nderuar ndjekim recetën e Rudit. Miqtë të dashur, çka po bëjmë sot? Që qëtoj kemi vendosë me shkrim një çokoladë bardhë. Për ndryshe, në mikserin tim fantastik e kam rrahur panën. Këtu kemi biskotat e tiramisus, çokoladë të bardhë, si dhe kafën Vilveta. Nuk e di a e keni provu ju kafën Vilveta, po jo që ishe mirë mu pi. Po edhe në mbëlsira ishte fantastike. Kështu që unë du t'ka vendosi një sasi të vogël të kafës Vilveta panës tonë të rrahur. E përzim derisa përzihet sasia e kafës mirë. Era fantastike, fantastike. Për ndryshe, çokolada e bardhë është në përfundim të shkrirjes. Çokolada jonë është e gatshme. Biskotat, këto janë biskotat e tiramisus, unë edhe që i kom thynë në pjesë. Ja vendosim tani një sasi të vogël, e marrëm shlukën në kafe, se edhe jep shije më të mirë të kremës. Tuk. Çka duhet me e ditë, arsyeja pse nuk po i lagjo në biskotat me kafe, ose me mundën edhe me shije të frutave mi bo, është se komelon me nejt deri ditën e nesërme për me provu. Kështu që biskotat zbutën prej lagështisë së kremës. Vendosim çokoladën e bardhë. Si dhe çokoladë të bardhë të grimcuar. Në mënyrë që kur ta shijoni të jetë sa më krokante. Vendosëm biskotat sërisht. Po mbupin lukët para syve. Kështu që e rafshojmë. Çfarë aromë fantastike. Dhe tani e kemi çokoladën e bardhë. Kemi me mbush me grimcat të çokoladës që e kemi pregatit. E jam i dashur, një desert veror me kafën që e keni në shpe, i mirë, i letë mu pregadit. Tani po thuni ju shumë shtirë mi pregadit ëmbëlsirat, jo mëre, nuk është shtirë, ka dhe receta shumë të leta, veç doni me pas ide. E ideet, qërënin majdus me gjerin, edhe gjithmonë keni ide inovative aty, edhe fantastike. Miqtë të dashur, një desert shumë i letë, shumë i shishëm. Mos e lëni pa provu. Shihemi të dielën ardhshme. Faruk, SMS-i që ti ja ke dërguar miqve pa, tingëllon kështu, veç ti marrë syzat e Optika Simonit, më pëlqejnë shumë. Jo, këtë nuk ta pranoj asnjë. Faruk, a bën me t'i bëj dhurat një palë syza, shkojmë te Optika Simoni, unë e t'i bëj dhurat për punë që e ke qu SMS. Okej, vetëm nuk ta pranoj. O, ka hynë siklet shumë të madhë, Faruku. Me të vërtet. Ja si tingëllon mesazhi. Miqtë të dashur, po e organizoj një darkë tradicionale. Jo. Do të ketë gjella të vjetra, receta të vjetra, se dhe ju tashmë jeni vjetru. Se gati harrova, kam ftu edhe disa vajza të reja që të më ndihmojnë në përgatitje. Edhe pse e di që ju do të vini vesh për shkak të ushqimeve. Konfirmojeni pjesëmarrjen, për kujdes mos ta marrin vesh gratë. Ata që punohen i pret tavolina Bosch. Hikën 28 vite martesë. Iku. Kujt, ja ke që dhe Hanifesa? Po. Edhe? Po, gabimisht ja qova.
përgjigj? Çka? Opa! Kikën 28 vite. Jo, Hanifja është shumë e kuptueshme edhe e din që të gjitha janë Ata në nuk do kuadër. ta as njëni s'ka me dali jashtë kornisa se ata më njohin shumë mirë. Edhe e di se për atë që jam serios, nuk është e imja jo. Kanë me ditë që është talje edhe besoj që kanë me ditë që dikush tjetër e ka shu. Unë e veç ko me prit kur të thojnë Faruk mës ta ka vjedh kush telefoni. Kjo ishte një shaka shumë e bukur dhe presim se çfarë do të thonë burimi, Safeti edhe Astriti. Okej, por derisa presim ne shkojmë me pyetjet 5 në kajmak. Do me thonë, ti e din Faruk si është adeti në Kosovë. Thojnë 5 qebapa në kajmak, do me thonë në samon. Kështu që ato janë, konsideroj që janë qebapa në kajmak, i ka shkru Ben Apolloni edhe prej çdo kavanozit e merr nga një pyetje, fillon me kavanozin e parë, e merr një pyetje, e lexon, përgjigjesh, edhe kavanozin e qet andej. Të të marrë t'i përzit, të të dalin ato matletat. Ato pyetje nuk e di se çka kanë. Tarararam. Tarararam, ta shohim. SMS-in e kom ditë. SMS-in se ma ka dërguar direkt. A në ka lidhje diçka me gratë, nuk i hapi. Nuk e di. Nuk e di. Jo, për kjo ka vendos me mla pa grue. Ani, do të bëj edhe unë ti. Hajde ta shohim. Po, kjo është një pjetë që shumë interesante, nuk e kam A është me gra A i pa ke gra? vështirë ta pikturosh një paizazh apo ta bindish një italian që byreku me mish është më mirë se sa pizza. Absolutisht me pikturu për di arsye. Një që s'mund ta bindi asnjëherë, di unë pikturoj vetë, të me thonë i kam malet. As nuk ja filloj thu. Jo, A, beni ke shpëtu letë. putova. Po, Në pak shumë ne bukur. nuk bisedu në lidhje me pikturën. Une e për 50 vitet e mia kam bë 50 piktura, gjeni Edhe dhe të gjitha janë në restoranin edhe hotelin. një pjesë e tyre janë në restoran në ekspozit, edhe të lajmëroj që në shtatorun i bëj 51 vit, edhe e kam marru edhe 51-shin. Para 3 javësh, Wow. 2 me 2, që është në Bravo. fas të thahet, edhe mas ndet do të dale me një strukturë që e kam mendu me doppja faqe, dhe me thotë di faqe, edhe është shumë e madhe, di metre, di piktura, edhe dedikohen fëmijëve mi, një ditë kur nuk do t'ijem, Wow. do thuen, në bëri diçka të mirë baba. Baba ka ba edhe para pikturave shumë gjëra të mira, po. Hajde tani. Hajde ta shohim dytë. Shkoj këtu poshtë se më duket pak më e bukur kjo. A i ke tentuar ndonjëherë të bindesh italiant që ka jetë për tej makaronave dhe shqiptarët për tej flisë? Kush i bën këta pjeqë? Ben Apolloni, do me thonë, a ke tentu me i binda, me Po, me i bind italian Me i që bind. ka diçka një jetë për tej makaronave edhe shqiptar për te i flisë. Shqiptarët të është pak si zorës. Flijan më gjes, është shumë e shishme. Ma let është italian se sa shqiptarët. Unë për mua është kështu. Për mua është kështu. Shumë Po bukur, e do me bukur. thonë. Ne jemi të lidhur për tepër me brumin përgjithësi. Se Unë personalisht e du brumin shumë. Atë kujtohet në shumë intervista unë e kam thënë se ajo rrahja e ullagjisë e nënave tonë, neve në kamet këtu, në banka dati i thonë italianë, me thonë tru. Edhe ne çdo herë atëherë në ato emocionet atë neve na kujtohet ullagjia, brumi. Provoje. Po, Dite se njerëz na kemi jashtë vendit që punojnë ato gjithë pasurinë e ushqimeve tjerë mund t'ja afrosh, por në mëngjes gjotë. O grua, ke bo do një pet. Shumë e saktë. Ose, a ki bo lokuma, a ki bo ndonjë si? pet, a ki bo ndonjë, të gjitha lidhen
mëngjezi, dreka lidhet me brum. Absolutisht, se na kanë mbet emocionet nga fëmijëria, ne gjithë ato herënat e para që i marrim në shtëpi, që ka përgatit nana plak, nëna, halla, dajca, janë emocione. Edhe kur jasnëherë një person tjetër nuk mund ta bëjë më mirë se që kanë po ata. Absolutisht. Po ty të tërhek edhe diçka tjetër te nana në Çegran aty. Atë ka thonë mos mi halulet. Kjo ka ndodhur kur ishte, isha duke anë emerald, 4 duar me përparimin. Po, me përparimin. Edhe më duheshti në lloj lule, a une ti e din se une i adhuroj shumë trandafilat e karanfilat. Në fakt prindrit e mi e kanë mush komplet atë borin para mrapa me trandafilat lloj-llojshme, të vogla, të mëdhtë, të bardha, të kuqe, pembe, më thash. Edhe asaj radhe unë ndodha në Maqedoni, të nesërmit visha për në Prishtinë. Edhe kërkoja një lloj lule që i kisha vetëm tek shtëpia ime. Masi i marra ata, pash ishin shpunzuar, ishin bo plot ata karanfilat, trandafilat, edhe dola me një ashtu për me i lat, i trumova, merr, ato që me bëdin, kur i lan, mbeten hiç, a kupton. U futa mrenda i lajta, thikën edhe fillova ti, ja, futa një sallat madhe, erdhën e gjbombe, po thëshë, ha pak sallat trandafilesh. Gjalo tha, shikote ko, tha, të më shkosh nga këtu, se çdo herë, tha, ma mi hangre, tha, kitara karanfilat e shtëpisë. Në laj, tha, pa lule, në ke la, tha, shokje pona jotë. Dhe si ke shku, tha, në Itali, tha, ja një herë halulet, ja një herë, se ne kemi mjell edhe asi gjinepër që bën gjinin, po e kam mjell me në shpi, gjithë ato kokrat jamoj se i timosi laksin atje me ata. Tha, bolë, tha, në ke lanë, tha, pas gjatë. Shko halulet në Itali! Shko, tha, halulet dhe të gjitha, jo griton shpis, tha. Kanë me karanfilat e trandafilat pa lulet. Hajde shohim tani që ka. Hajde ta shohim Benuan. A është e vërtet që ballkanasit nuk kanë nevojë për receta të shkruara, sepse çdo gjë matet sa të ze dora, në thojza, dhe si ta sheh syri, ose si e thon në popull me tahmin. E këtë që E kjo është. e ta bëra me pjetin. A ti si do isha përgjigj me këtë? I vetmi popull në botë që historinë e shkruan para se me ndodh diçka. Imagjino recetat. Ja fusi si vjen, sot pak më tepër, nesër hiku pak siri. Hiku pak. Hiku pak. Oj no, sa kumpira ka bua, po shumë të vije dhe një, ku ta ditë, po ditë në gjere, unë jam vetë, a kupta, ne kitë pa ushalli bërë. Do të thotë shqiptarët, Pa ushall. pa ushall. Pa ushall. Okej. Edhe kjo ishte mirë. Dhe shumë e bukur pyetja. Hajde një herë të shoh. O ja vu pëlqen emision. Miq të nderuar, i kemi edhe 2 pyetje kanë ngelur për Farukun, pyetje të krijuara nga Ben Apolloni, por para se ta lexoj pyetjen e radhës, ne ikim tek receta e Deas. Përshëndetje miq dashur, përshëndetje edhe këtë djerë, e sot unë jam disponim se jemi mysafir të gjeri, sikur që po na mbledh shpesh herë kështu me shefin, me mysafir, me miq, me stafin, me krejt njerëz e zemrës. E unë sot i thash që ko me dërgu salat me specat kuqe të pjekura. Salata është shumë e thjeshtë, edhe është ajo salata e cila nuk mungon asnjëherë në tryezat tona shqiptare kur kemi mysafir. Specat veç i kam pjek paraprakisht, edhe tash do t'i ndojmë kështu. Do t'i hedhim krip të imët nga euroni. Do t'i hedhim uthull. Vaj ullire, edhe po ja bëj sefte
pluhurit të hudrës nga Ducato di Mantova, e cila na ka shpëtu në kuzhinën tonë, sepse pikërisht këto produkte mu personalisht mu ka nevojit. Shkoj me rendin e dytë, njësoj veç po e marrë me pak shto. Për salatën me speca kuq, për këtë lloj sallate, mos u friksoni asnjëherë, nuk është e tepërt as vaji e as uthulla. Madje e kam përshtypjen se sa më shumë që i hedh, aq më e shishme, më e lezetshme bëhet. Në këtë rend po i hedhi edhe majdanos. E unë për fund po e shtoj edhe këtë mëlmesën me perimet e bluara, edhe kjo është nga Ducato di Mantova, si që thash, me këto produkte të domosdoshme në kuzhinën tonë dhe të secilit. Kështu, atëherë dashur miq, sallatën veç e përgatita, me paketu edhe me unis të gjeri, e shihemi atje për atmosferën e këndshme të cilën ju sigurisht veç e keni pa që ka fillu. Miru pafshim të dielën e ardhshme. Hajde. Kur dikush të thot, kuzhina është art, a ju a tregon pikturat e tua, apo i pyet nëse kanë provuar ndonjëherë pasullin me mish të thatë? A me shishët është e pastulli me mish? Është i shishëm, po hiç është i bukur. Nuk di sinqerisht si të përgjigjem në këtë pyetje. Me siguri kuzhina është art, sepse falas nënshkrimit që e bëra unë 2012, shpejt ta them shta, është shumë interesant. 2006 me stafin tim kam kërkuar në gjithë botën nëpërmjet internetit, a ka ekzistu një shef kuzhine të nënshkrua pjatën e vete. Asnjë. Unë kam qenë kuzhinjeri parë, për mos thënë shef, se kuzhinjera, po shef si të duani më quani, që ka nënshkruajt pjatën e vetë për herë të parë në 2006. Po nuk ishte rastësisht, veç faktorit organoleptik, dhe me thonë që i dueshte asaj si kompozim për t'i hapë shqisat, doja ta afroj atë drejtimin artistik, po si pikturoj, bashkë me atë kulinar. Fakt për këtë 2012 fitoj dhe morë çmimin e parë. Wow, sa bukur. Që asnjëherë nuk e kam treguar, është e parë, a më paguni për këtë intervistë? Po të pagujmë se shef Faruk Neziri do të gatuaj dhe do të hash prej duarve të tia. Aj. Kështu që paguesh me një darkë fantastike. Po, duhet vetë me zi. Ajde të fundit, ha? Kjo është e fundit dhe pastaj e kemi veç edhe një detyrë të vogël. Kjo është një pyetje shumë e bukur. A ke pas raste kur ke qenë misafir diku, ushqimi nuk të ka pëlqyer fare, por është dash me hëngër që mos e ofendojsh një koqirin? Wow. Më ka ndodhë. Edhe qa ke bë? Dhe atë me nusën tim ka ndodhë në Romë, në periferinë e Romës, ishim në këmbë duke shku në qendër të atij vendi, edhe pam një lokal shumë intim, nga jashtë, tavolinat për di veta, shumë karakteristik. Edhe i thash nusës time, din që bëm? Mos shkëm të lodhemi atje, bed and breakfast, kjo ajo, hotele pa hotele, dhe ulimi këtu dhe të hamë diçka dhe. Se u futëm ne, kjo është kjo është çudi, është kino, por kur ja tregoj dikujt, nuk mund të besohet, po për fat ajo është e përjetume, veç verës që ishte prishur, veç që gjithçka nuk ishte në rregull. Une jam maniaki i
avetarëve banjo, dhe me thonë, unë gjë e parë shkoj në banjo, shikoj se si janë, a kupton? Se mbas të asaj i shoh edhe i imagjinoj se si është mas, okej? Edhe ajo ishte katastrofë, edhe ne porositëm di shpageti edhe di misha, thash ma thjesht, ma shpejt, edhe kështu që hikim. Verën e komodova atë edhe arsye piva, shpagetit në isol ishin edhe kafsha nuk i hante, ishin zirë për tepër, nuk ishte punut asesi, edhe Anifja vazhdonte të përhamër se ha. U i ha, tha se mare, tha, do vje, do të shofe, do të pisë, so i ha. Ha, a kjo kështë i hangër, ma te për gjithisma, pimares, une nuk i hangra, edhe kur u këthia jo kana qeter, unë e ndrova pjatën, e mora pjatën e asaj, tashmi, në regull të imi artë kamerieri, edhe kjo met, tha, kuj, thash, le këtu, urnari, tha zonja, thash, ka problem, thash, me shëndetin. Alt nuk e din se çka ndodhi. Sa është i vërtet Zoti, beton Zot. Ata di misha që i porositëm, kur na erdhen, unë sa pëllova ta ha, mishin usës time, e ndek ishte etiketën e supermerkatin Gjitës. Ju betohem se është i vërtet Zoti. Pasha Zoti, një pjesë të etiketës, supermerkati që i kam bit, edhe une, amin, jo, thash, hajde këtu, zotëri, ha e vetë që na 200 euro, do shkuaj, une nuk, ti mu s'ke më pa asnjëherë. Reklam keqe, nuk i kam bo, po ju, sa është i vërtet Zoti. Une, gjithë shka më t'i kuptoj, po deri na deregje, jo, edhe ati ishte... Me disë Rome. Ishte në periferi. Në periferi. Kjo ka ndodhë 2006 ose 2007. 2007 ka ndodhë në Veletri, në periferinë e Romës, edhe etiketa ishte e supermerkatit përballë mesh. Jo, unë nuk mund të hata, asnjëherë. Po mirë, në ndonjë familje kur ju kanë thirrë për darkat, ka ndodhë? Ka ndodhë, mi po jam mundu edhe ajo është formë respekti, nuk janë gjitha shefa kuzhine, apo do kush e bën ma mirë, do kush ma keq, a më nuk nga një që e ka një restoran e pretendoj. Ajo është ndryshe, se unë të paguj. Absolutisht, në restoran e kërkon kualitetin. A kur jam misafir, une mund të ha pak ma pak, apo edhin dë gjejtë një shkak, edhin që mos e ha krejt. A në përgjithsi, ti edhin vetë unë ha shumë pak. Edhin me mu e kanë gjithsesi i humbin. Unë ha shumë pak, a kuptan. E kështu që, a i pa edhe vetë test po në më ramë. Po. E provova një ashtu laks me kaviar, një luk me urisë edhe që ishte darka ime. Mirë po, e ke një të mirë që kur të pëlqen, jo vetëm një luk, i hanë një 2-3 luk. I ha, e vërtet. Edhe nuk pushon të i thonë, o, po sa e mirë, o, po sa e mirë. Do të thotë, nuk e kursen fjallën e mirë kur i pëlqen diçka, mirë po e kursen fjallën e keqe kur nuk i pëlqen diçka. Kështu që fantastike. Nuk jam një person që kritikon, nuk jam një person që... Se si kush ne nuk jemi gjithë top level, si kush e din atë punë. Absolutisht, po. Por një gjë kur bëhet e shishme, është e shishme dhe u kri puna. Une ditën, para kur ish, ditën e hënë. Ditën e hënë, isha misafir me një restoran gostivar, se kam imaginu, aq misht mirë, edhe të pregatit për herë parë, e kam pregatit në gostivar mishin si në Toskana. Me ta shumë thjesht. Flasim për një produkt i vendit, eto lopët janë të vendit, mishi ishti bët perfekt, pjesë e vjamit si e lejnë ata. Qashtu, gjismi pjekët, jo t'i deli gjaku, se kur del gjaku do të se nuk është, mishi nuk ka bë procesin e vetë të fleje, se duhet fleje, nuk e dhja të kujtojt, ma para lopët i thershin mes rrugës. Edhe vishin, ati e priqin, ati e shqicin, edhe mrenda ditës e zishin të këshpia. Ajo është një proces që nuk mund ndodhe, nuk është korekt asesi. Mishi duhet me flet.
Me thonë, në rastin tonë ne përdorim mishin që flet edhe 40 ditë, 50 ditë. A kupton? Edhe aty kur e plek, tak, tak, ai nuk I del gjak. Se ai e ka bë procesin e vet. E ka kry. Kështu që unë e pash edhe kripën, maldon që e kishin sjell, edhe vajin e olirit, gjë që në Gostivar është shumë e rallë ta shofish. Është shumë bukur, do me thonë ka fillu me Unë u knaqem me një gjë shumë e thjeshtë. A mu nuk bëni, do me thonë, ushqime komplekse. Një gjë shumë thjesht, po e bët paq, mirë, kaq. Shumë bukur. Okej, këtu përfundon... Mbaruan këto. Mbaruan, këtu përfunduan 5 pyetjet në kajmak, përfundoi SMS-i, përfundoi intervista, por nuk ka përfunduar gjëja e fundit. Praktikisht nuk ka përfunduar një fjalin nga shef Faruk Neziri në librin ton të tregimit të emisionit. Praktikisht, Faruk, këtu do ta shkruash një fjali lidhur me emisionin ton, se çfarë mendon për emisionin ton, si u ndjeve, çka mendon se do t'ishte më mirë të bëhet. Është tregimi I emisionit. Në fund të vitit 2025 do të lexohet. Çdo mysafir e ka shkruar nga një fjali, do ta shkruash edhe ti edhe ta shohim se si do të komponohen ato fjali mes vete. Urdhëro. A ka marrim ki emisiona jo? Pas kësaj, pastaj e kemi edhe një gjë të vogël. A më ke locët. Nuk ka gjë më të bukur në botë kur shkon me një shtëpi dhe ndihesh në shtëpinë tënde. Ju jeni zemra e gjithë kësaj bukurie. Faruk Neziri. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. A doli mirë. Shumë bukur, shumë faleminderit. Ndërsa në fund, unë e di që një e ke të këtill. Hajde, a ka ndonjë premium tjetër? Por vërtet kjo duhet të Gobleni thon kësaj. Kësa I thojnë, po, bën vaki dhe komplen, po. Na I thojmë gjergjef. Ka snak, gjergjef. Okej. Do të thot, është e punuar nga Sisi e Qëndisi, por ne I japim njerëzve të veçantë që I kemi në emision. Sa bukur. Kështu që të kemi në Maj të Gjuhës se je shembull për të mirë. Je shembull për të gjithë ata të rinj që dëshirojnë të marrin praktikisht rrugën e krijimit të vetvetes si një shef fantastik si që je ti. Faleminderit shumë, ke emocionu. Pasha Zotin. E këtë premtoj do ta varit tek lokali. Që kështu. A mundet? Patjetër. E premtova. Patjetër. Faleminderit Faruk shumë që ke gjetë. Ma shumë se sa me ma fal diçka, si me thonë, që ka ekonomisht një vlerë. Me të vërtet, se këto janë gjëra shumë të bukura, se çdoja që e sheh, të kujtohet ditë veçantë, momenti veçantë edhe ato emocione që kanë qenë nga të dipalët. Shumë të faleminderit. Faleminderit edhe për këtë emocion që na dha në fund, edhe të faleminderit që ke gjetë kohë të na vish, fillimisht të na vizitosh, por edhe të marrësh pjesë në emision, do të thotë të ndash kohën tënde për ne. Por para se të ndahemi, a mos të ka ardhur ndonjë SMS? Nuk vlerat. Ti nuk vlerat, mu sot mendova se këtë harosh. Ka ardh apo s'ka ardh? Të shoh. Burim Kuraja. Po? Ku ashtu? E din burimi, e din. Unë pa tjetër që për do t'i thonë se siklete kam. O, burim, miku im I dashur, jam shumë serios për me I dërgu disa mesazhe, po gjithë këta I ka fajn Gjeri. mi ka kombinu që t'va dërguet disa miqve, më falë, po do të shifemi sante edhe do të falem personalisht. Ishte një, ciao, miku im. E din burimi, e ka kalu këtë. Sa fetit, I ka shku edhe Astritit, nuk janë përgjigje.
Dhe miqtë të nderuar, do të thotë morri përgjigje vetëm prej burimit, pronarit të Frigo Deluxe, të cilin edhe kemi edhe sponsorin kryesor të emisionit ton. Edhe këtu përfundon çdo gjë me Farukun, por nuk përfundon biseda, por nuk përfundojnë gjëra tjera, për shkak se Faruku sonte do të gatuaj një recet fantastike italiane të viteve të 80-ta, të krijuar nga shefi Gualtiero Marchesi, është baba i quajtur kështu i Nouvelle Cuisine i kuzhinës së re italiane, dhe këtë recet na e sjell sonte sot për ju, për ne, shef Faruk Neziri, dhe e sjell edhe për miqtë tanë që i kemi ftuar të na bashkangjiten në këtë festë të vogël, të themi kështu, në Jerry's Supper Club. Faruk, të falemderit shumë të falemderit për pjesëmarrje në emision, mirë po edhe për gatesën që do ta bësh sonte. Jerry, falenderit juve, ti e din se sa je e nderume e familja juaj, sa është e nderuar nga familja jonë, une sinqerisht a them edhe që e shkruajta unë dijem këtu si në shtëpinë time. Edhe kjo është herë e parë që ndodh të gatuj me një shtëpi që nuk është e imja. Flasim në fjalën e vërtet, shtëpi. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Tavolina është self-service, do më thonë vetë shërbim për post që unë e shefi do t'ju shërbim qatë pastën e ftohtë që do t'a përgatis shefi. Tjera do t'i merë një vetë se une kom qëllu shumë dhe me licë, pritoj me shërbim. Edhe ushqimin e kanë pregadit 4 zonja, që i kemi aty, 3 i kemi të emisionit, një është mike imja shumë e mirë, dhe i kemi prej Mama Mantis, që Mama Mantia në çdo emision na i sjell këto tradicionalet, brumin. Atëhere, ja fillojme një antipas shumë interesant, i thjesht, mirë po ja vlen të shijohet, kemi bë një shlak me kryp. Në këtë rast, në sifon kemi fut 1 litër me shlak, i kemi bashkangjit krypën e holl, se krypa e trash nuk ja del të dale, edhe di limuna, do me thonë, është një recet që mundet thjesht të pregadisim edhe tek shtëpia. Ja pa procesi, dhe me thonë nga momenti që futin sifon, me gas vetën zjerë sikur ato shlaga që i shofim bitarte. Kjo në mënyrë pak ma tradicionale gjendet në Francë, sepse në Francë çdo restoran prafërsisht përdorin buterin, pak buk, dhe me thonë me ja fillu drekës apo darkës. Kuse ne do të bëjmë këtë mënyrë, do të bëjmë pak alternative, do të bëjmë dryshe, edhe, si që shihni edhe këtu, dhe shkojmë t'i shtëm Haviar Calvisius, brendi më i madh në Evropë, për herë të parë do ta sjellim si blok. Dhe me thonë, jo të freskët do të ha më vonë, siç e bjuen tartufin, ne do ta bjujmë si për Haviarin. Arritëm tek e fundit, kush do të hajë këtë fundit, lumi ai. Kemi lugën edhe miq tanë mundet
Ja pra, miq të dashur, si që spjegova parës, me thonë në televizionit, e kemi bën një apetize shumë interesant me që ta ham shlagun si që kemi përjetojmë dhe me thonë në vend desertit, dhe ta kemi dhe me thonë para ushqimit. Është i bot me limon edhe i kemi sjell kaviar Calvisus, i cili gjendet në Calvisano, në provincën e Breshës, si cili nga juve në ta marrë lugën dhe në ta shijoje. Duhet ndihemi mirë, është shpesh mes shokëve, mes miqve. Mirëni, shijonja, unë e brenda kasi li shë shpagetit. Shijonja antipasën, a mundet me pini gotë vermër, burita? Ti bën që vetua, po une. Okej, tani vazhdojmë. Spari, shkojmë në ujtë nxefët, i kemi fut pa krip, dhe me thonë mënirë naturale, nuk kemi asë një proces kimik apo kuta diçka. Do të përdorim një pasta mancini, jo industrial, dhe me thonë është një pasta agrikola, edhe gjithat pjesën dhe me thonë që të grurit ata që kanë, e përdorim vetëm ekskluzivisht për fabrikën e tyre që dërgojnë pastaj atyre që janë restoranit një nivelit, mos i nënshmëntjerit për të nivelit. I lishëm shpagetat, parafërsisht zirja është rreth 10 minutave. Okej. Kjo pjatë dua të nënvizoj si recet, nuk është receta ime, është receta e një maestros shumë të madh, edhe për mua, se edhe për mua ka qenë maestro, e ka emrin Gualtiero Marchesi, në vitet 80, dhe me thanë prindri i Nouvelle Cuisine në Itali, ka shpikua që nga atëherë imagjinoni këto pjatat thjesht por komplekse në mënyrën e vete. Në anën tjetër, do të presim pak erba cipollina, nuk e di si thuajnë gjuhën shqipe. E kështu pra, mas andej do të përdorim edhe një scalogno, kjo është një qepe e amël. Këta do t'i bashkangjisim bashk, edhe të lejmë që të heci përpara zirja e pastës. Do me thonë, tek një tenxhere e kemi lënë pastën që të zihet. Tek tenxherja tjetër kemi le ujë të ftofët, i fusim akull. Quhet pasta e ftofët, do të ketë një shok termik nga nxerja në ujë e akull, e pastaj do shkojmë do ta bashkangjisim me qepujkat, në rast se e quhen kështu, qepën e ëmbël, vaj ulliri, bisedojmë për Frantoio Caldera, jemi në Moniga del Garda, edhe do të përfundojmë, shpresoj që vinë edhe xheri me kaviar freskët Royal Traditional Calvisano Brescia. Ja pra, akullin e kemi mrenda unuj, i transferojmë spagetit si tham paras këto, në mënyrë që marrin shok termik, edhe këta brenda kohës ftofen. Do ta bëj një minutë, dhe me thonë që është procesi që tham paras. Okay. Edhe për ndryshe e miq të nderuar e ka bre dorën. Jo. Se i kom pikat e këqia, që ako me botash? Ja pra, pardon, ta do t'i transferojmë këto, tek tenxherja e vogël, si do të na duhen mas ndej për me i përzi ato pjesët tjera xheri. Okej. Olio extravergine d'oliva, Monica del Garda, do me thonë gjendimi atje afër Meti ke qenë, ku kemi shku ta vizitojmë kantinën e Mattia Vezzola, Costa Rica. I hudhim vaj. Këtu vaj nuk duhet mungone, se është një ndër përthërsive kryesor. Erba cipollina edhe scalogno, që si tham paras. Shefa, mush me shkrup se ose vajnë tani dhe jo majnë. Se vajnë këtë fazë do tjetë do të shkue crudo, do të shkue dhe pa ultra i tu fazë. Tani e përzim.
Ja, pra, tani do ta provoj. Ta shoh mosh mirë me kripën. Okej, edhe me zjerë. Çdo kuzhinier që punon, vepron, duhet pjatën ta provone vetë para se me dalë tek mysafiri. A dini ju se ka ende kuzhinier, sidomos në vendet tona, Që nuk e provojnë. pa provu e nxjerrin pjatën jashtë. Kjo është e dramatike. Ti pas ke mungi që shto ty provu. A është gati? Shumë bukur, hajde. Atëherë, pjatën. Ka bona gati pjatën. Bësh aty, bravo. Bravo që. Shiko. Unë kam pa shumë. Dhe poshtë. Okej. Stresoj. Tash ti më trego sa. Veç hiqe se po bën zhurmë. Okej. Sa? Unë edhe bëhet parë. Të dhe unë shënduar. Dhe ku sipër. Me dilu do ta bësh. Atëherë, ju kujtoj që kaviari nuk duhet absolutisht trajtohet me inox, me argjenteri, me çfarëdo lloj gjëre që është metal. Okej? Gjeri? Në rregull, a do me qit hala? Jo, kaq. Ju bap mirë. Tu shëtit unë malen kodë, tu I prek lule gjithë me do, veç një kopsht ma të bukrin shkodë, ty të gjeta lule bo. Tu shëtit unë malen kodë, tu prek lule gjithë me do, veç një kopsht ma të bukrin shkodë, ty të gjeta lule bo. Je vogël por e blond, ty të kërkoj unë tash sa mo, të ty të kërkoj gëzim me ty, jetën e ta qo. Beta gjithë dite hieve, semta në hieve të ri, e t'je shova krojeve kupin ti, e mira rafto hieve, që s'mujtën me fresku, po ashtu I krojeve, që e t'je s'ma kanë shumë. Po t'jemi bashkë të dy, do t'na shikojnë me zili, e do t'na flasin në sy, sa duhemi unë e ti. Po t'jemi bashkë të dy, do t'na shikojnë me zili, e do t'na flasin në sy, sa duhemi unë e ti. Sono tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Ma
mamma son tanto felice, vive lontano perché per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti tossia il mio cuore, forse non so solo più. Con me tu non sarai più tu, sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non sono più, mamma, sarà per te la mia vita, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Saw you with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here, right now. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be my
now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, for few to mention. I did what I have to do, and saw it through without exceptions. I planned each heart, of course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. But through it all, then I was done. I ate it up and spit it out. I faced it all, and I still say I did it my way. I've lost and cried. I had my face, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in the shy way. Oh no, that's me. I did it my way. For one is a man, what has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. And now the world's real. The record shows I take it all. I did it my way.
When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. All the dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me sure that's only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. All the dancers may be on the floor, dear, what my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make it sure that's only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me sure that's only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me sure that's only you know how. Sway me smooth, sway me now. Faleminderit shumë, mille grazie, mille grazie, mille grazie.